Miq të Andale Sport, ja ku jemi në xhirimin special të fundvitit, vetëm një ditë përpara ndërrimit të viteve, jemi bashkë me Manthon. Përshëndetje, ç'kemi haj. Edhe vitin e ri po e kaloj bashkë me ty. Pas ka qenë me fat. Kene janë kes? Kene janë kes miku im? 12 nuk e kapim dot në këtë xhirim, por do mundohemi ta afrojmë sa më shumë. Është bukurin prapë edhe vitin. Tani, jemi në periudhën e fundvitit dhe me që ne kemi xhirim të veçantë, ndryshe nga të tjerët, do ta fillojmë ndryshe këtë xhirim. Sa bukur. Gjeje çfarë ka mbaruar këtë fundjavë. E kam një mendim, por nuk po e them atë që mendoj. Këtë fundjavë unë mora një vendim shumë të veçantë dhe thash me vete, me që Andale Sportin e kanë ndjekur, e kanë pëlqyer, e kanë përkrahur gjithë vitin, unë dola, mora 7 topa futboll dhe i shpërndava në përfshesh atyre që më dolën parë. Që ke bërë babagjysh. Babagjysh i futbollit. Ka lezet. Dhe me që ne na kanë ndjekur, na kanë përkrahur shumë, thash t'i japun ca dhurata nga ana e Andale Sport, ca topa futbolli që dhe ata që nuk e ndjekin shumë bëhen ta kenë më shpirt futbollin dhe Andale Sportin më tepër. Si i shpërndave të topa, dole ku dolen, ku ike? Mos më pyet shumë, ta ndjekim më mirë? Babagjyshi këtë herë ka ardhur për bler disa dhurata, apo do thoni ju ç'ne babagjysh me panell futbolli. Se unë jam babagjysh vetëm për ata që shohin futboll. Do marr topa futbolli për gjithë çunat e gocat që janë këtu në Tiranë, e janë t'i gjejmë dhe pastaj gjejmë ata i të marrin dhuratat. Ho ho ho, gol 3+. Mendoni ju se babagjyshi është për vërteti? Babagjyshi ka ardhur për të marrë topat e futbollit dhe për të shpërndarë në rrugë atyre që luajnë futboll mirë dhe meritojnë t'i kenë. Përshëndetje Xhaxh. Shife ka marrë me të gjitha ekipet që mos të ngili hatrin njeriu. A ka menduar mirë thu, ti shpërndaj sa topa futbolli këtyre? Je fantastik fare. Ide e bukur, ë? Je fantastik fare. Na gjithë, po na gjithë shoqim edhe neve. Ajo është e bukur. Jo Xhaxh, po marr edhe 1-2 topa të vegjël se mos kam ndonjë më të vogël, kalamak kështu 1 vjeç. Ai to basketbolli, ndoshta edhe basketboll. Ta fillojmë me kombëtaren. Na ecim mbar edhe Europianin, Milanin e kemi, Interin. E tifozë Gjerman kemi Bayern. Realin po. Ja vlen kështu. Ti shkon babagjyshit, ë? Gjithë mira Xhaxh, shumë faleminderit. Ten. Do i dhuroj një top futbolli si babagjyshi i futbollit që jam, ama kush mban palexhë më shumë e fiton. Do e provoni? 1, 2, 3, ka. Oh, hajde. Mbaj telefonin. 1, 2, 3, 4, 5. Hajde. Urime se fitove topin, pse ma jep? Ama me një kush, do luni bashk. Çe jeni bashkë? Ne jemi kushërinj. Kushërinj. Po do luni bashk, pra e keni të dy. Përshëndetje. A lun futboll ti? Luajmë me babin në shtëpi. Luan me babin në shtëpi? Me kë ekip është babi? Me kë është babi? Partizani. Me Partizanin, s'kemi nga këto europianët nga tujet, me kë është? Me Milanin e kemi vetëm me Interin, pra non babi me Interin pyete njërë. Jo, çan topin e Interit ai. Po me Bayernin e merr babi? Me Bayernin dhe e merr, apo jo? Se dhe ti e vesh me të bardhë me të kuqe, shkon këtë topi. Po, merr ly me babi të shtëpia. Lu futboll? Po. Ha, po. Hajde gjuaj një topi, po gjujt e fort do ta jap. Gjuaj fort. Bravo! Bravo! Merr topi, do ta jap ty. Bravo! Ti që nga lojtari mirë fare, mo. Bravo! 2 vjeç, po e bërë edhe me Milanin, se i dhash topin e Milanit. Ho, ka ngelur edhe 4 topa tjerë të shohim kush do t'jenë 4 fatlumët që meritojnë topin e futbollit. Hajde një qesh ta shohim. Çuna të lymë me topin direkt. Bravo Çuna, kështu duhet. Si ke emrin ti? Rej Manaj. Rej Manaj je ti. Bravo, urime për golin. Që e veshën babagjysh. Po ti se ke emrin? Çe jeni bashkë? Jemi Vlezër të 3? Ka jetë. Më ke jeni ju, jo unë. Me atë. Në Barcelonë është babagjyshi, por ju më ke jeni. Ku jeni? Me Shqipërinë. Do jap topin me Shqipërinë, me qenë 3 vlezë. Po ky djali tjetër është me ju. Kushëri. Shiko, do jap një top, po do ta bëjmë kështu, kush ma bën mu goli më të bukur, okay? Ai do e marrë topin.
Bravo! E pesha pritje. Hër! E shikon që portieri ke këtu apo jo? Hajde Liçuna. Ju tre vlezë. Ciao. T'ju jap një top dhe luajmë të shtëpia bashkë, okay? Kalofshi mirë. Ciao. Mirupafsh. Ndaj vetëm ty dhe Alti po ty. Vetëm mua dhe Altin? Ky po nga bën me stil që të marrë topi kështu. Jo, Me favorizim, ha. Jo, Për sa më do të thësha portier. se ti zov gjikon, se vetëm Alti. Ha, ndaj një shumë gjithë. Ndjek futboll ti? Po, E ndjek andale sportin? po. Po e ndjek, okay, më që e ndjek. Do të bëj 2-3 pyetje futbollit. E para. Afrohemi këtu. Pyetja e parë që kam për ty. Cili është ekipi më i mirë i futbollit? Real Madrid. Barcelona, fal. Barcelona, bravo. E meritoj, mori topi tani ça. Cili është lojtari më i mirë në botë? Ronaldo. Vëta me në Messi. Mendomi, bravo, bravo. As pak nuk po e bë vetëm për të marrë topin. Edhe kush do fitoj Champions League-ën këtë vit? Barcelona. Bravo, ti e meriton topin patjetër. Po, unë ka vetëm top me Interin, prish punë? Ha? Inter jamu. Me Interin jeti? E, më duket po gënjen ti. Me Interin je? Ta gëzosh topin, bra. Bravo. Ciao. Shumë një foto në bërë. Foto po, more, hajde, direkt. Edhe foto. Me e fjali që quni dhe lej futbol, Po, se nuk e kemi mirë muhabetin ndryshe. e kjo. Hajde. Shumë faleminderit. Gjithë mirat, zonja baba gjyshe, gjithë mirë. Edhe një kangele? Do ta meritosh të topin? Edhe një është. Qa bën ti ta meritosh topin e fundit? Që si do e bëjmë? Do bësh 1-1 me, kush fiton merr topin, okay? Hajde, je gati? Po. Do bëjmë 3 prova bashkë. Prova parë, kush bën më shumë pompa. Hajde. Si ke emrin ti? Joel. Joel. Joel i kundër baba gjyshit, kush bën më shumë pompa për të merituar topin e Europianit. Hajde. 1, 2, unë deri në fund. 3. Ulu. Ulu mirë. Ulu mirë, java hire baba gjyshit. Fitova. Si fitove më? Si fitove më? Fitova. Po para unë më shumë. Jo, Se? fitova. Ti po bën me hire. Jo. Mirë, hajde bëjmë një tjetër. Do le topin këtu. Ku shikën me vrap deri te shtylla atje dhe kthehet vrapi pari. Okej. Je gati? Po. Po prit të punë. 1, 2, 3. 2, 3. Prit se nuk e fitu që co. 3 prova, 2 ke bërë. Këtë i provë fundit, Gjoj. Prova fundit, ku shikën i pari në Itali me not dhe kthehet prapë mbrapa. Hajde. 1, 2, 3. Me not. Prit ja këtu. Kush banu shumë palet, Gjoj? Nisë. Ti i pari. Jo, nisë ti. Jo, ti i pari. Ha, nisë. Ti. Baba, gjyshve regula. Ti i pari. 1, 2, 2. Vetëm 2. Vetëm 2 bëre. Vjerë ti bëhu, vjerë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, të gjojnë lojtari mirë. Jo, e meritoke. Ma jep. Joel, topi fundit dhe meritoke ti. Urime. Faleminderit. Ama, Qa? më premtoj të bëhesh lojtar futbolli. Po. Po? Po. Si e kemi emrin? Ajazi. Joel Ayazi. Pres të shohët plus me ekipet mira, okej? Okej. Ciao. Qa? A lun futboll ti? Ta jepshin top vogël futbolli e do? E do këtë topin? Po? Mere. Nuk e do? Nuk e do? Iku ka turm. Mere ti. Si e ke emrin ti? Flori. Talësh. Ua, si s'kam një top ma, ta kisha dhëmë veç për emrin që ke. Një top basketbolli? Mere. Basketboll apo futboll lun? Futboll, lëshik basketboll, okej? Ciao. Gjithë topat e futbollit që kisha është për Nava, tani kam ngelur vetëm unë, jo top do më thënë, kam ngelur unë si njeri, dhe qa kam ngelur që unë të futem të luaj me ca çuna që po luajnë futboll. Tu nuk po shoh, por do ik DJ kudo që janë për Tiranë, ata që luajnë futboll, bashkojmë dhe unë me ata, janë edhe me mua. Baba gjyshi i futbollit mori informatat e veta dhe gjeti ku është fusha. Ta shojnë çfarë do të bëjnë çunat kur ne ta afrohemi.
ndjeqja në afër dhe e shohin që babagjyshi futbollit ka ardhur këtu. Ja ku kemi një me fanellën e Interit. Marut, kisha luajtur dhe unë çik me ju më. Lë 5 minuta pas. Luajsi babagjysh. Sa bëhet? Ja fik. Kush unë jam më i mirë nga ti. Unë jam më i mirë nga ti. Oh! Oh! A jam me ty, bravo, sa harrova. Ti më gjujt e fillim apo jo? Tani jemi shokë ekipi, bravo. Nuk lejohet, vetëm me këmbë. A lejohet luaj me këtë? Lejohet luaj me monopat? Hajde, hajde. Me jep topin. Hidhe topin. Hidhe. Herë. Jemi shumë portier amator ti. Herë. I vogël. Nuk bëhet gol muar. Hajde. Hap. Hajde. Këtë dosh me portierën. Vai pa, vai pa. Me radhë. Këve të bella që janë në qalantë. Që po? Kujta bëna të tjera. Kujta bëna të tjera. Ha? Mu ma bëna tjetër. Kujta bëna të tjera. Kujta bëna të tjera. Ha? A do e bëjmë me 2 fusha me tek fush? Me tek, ha? Me 2? Me tek. Si është me 2? Me 2 të dyja, ne do bëjmë këtej, ju do bëni këtej. Aha, loj tamam. Po. Veç hape këta dhe të vejti. Po pra, të nxjerrë njëri jashtë. Hajde. Jo, baba qish. Shapo, baba qish të da ove. E, po sa hapa bëne. Po baba qish, sa hapa bëne. Po qyuet të baba qish. Kështë qek. Me ty jam po. Hajde. Hajde se këtë e kam unë, ma kori unë. Që babagjyshi ka ca punë në gojë që lumë. Hajde. Ju më duheni më mirë nga unë, po nuk e keni kur famën time. S'na duhet fama kur shdi me ljujt. Ecë të regonë mu, hajde. Hajde Fjora. Shaj. Iku me brave, baba qishi. Le. Në zila tëtë. Baba qish, mos bëj me hile. I bëni pak Flori, ti mund pak ka. Hajde. Hajde, futuni. Hajde gjithë, hajde. Dishon, hajde. Hajde. Ky me neve. Futu, Futuni gjithë. Hajde, jeni me mua. Hajde, bëjmë mbledhje ekipi, hajde. Hajde. Për që janë të më plajnë në 1, 2, 3 fitore. 1, 2, 3 fitore! Hajde. Te unë. Por nuk kam mirë. Ja ku ja. Ore, po ti. Po tjerë. Hiqe fanellën. Tratari i ekipit, hiqe fanellën. Tratari i ekipit, që ka? Gjëna ekipi me i Kus lodhë. me kohë shpiton, hajde! Kus me kohë shpiton! Bravo! Me hile. Bravo! Fitore!
Se bëni me ile, fitore. kena po 3 kosha Koshi me fundit, gol Adam. pot. Koshi 3 fundit. kosha. Fitore, fitum shumë, bravo, bravo. Hajde për dark direkt, për dark, hajde. Bravo. Gjedeti. Më mirë mos ta kishte treguar fare këtë video miku im, se të Shiko. kishin myt kalamojt Jo. me prej shalësh, Rafi Shata, Awiu. Më dëgjo, ato më të bukura nuk i kapi Ato që- kameramani se isha unë që dominova. Problem teknik. Ore, mirë futboll, po këta që më kërkun basketbol, ç'a don? Ore, po fëmijë pse i torturove ka shumë me pompa me gjëra më. Sepse ata duhet ta kuptojnë që në jetë nuk vijnë gjërat aq lehtë. Duhet luftosh, të bëhesh më mirë, që ti ta arrish atë që duhet. Ama, unë ja dhash topin atyre që e meritonin. Po më pëlqeu. Shumë vetë kërkuan, Më por pëlqeu ndoshta se i disa bëri merituan pak më shumë. punonin për atë dhuratën, nuk do e merrnin kështu do si do. Tani me që këtë pjesën gallat, pjesën e parë kaluam. Por fund viti zakonisht ti e di që ka edhe ceremoni apo jo. Dhe një ceremoni ka ceremonit. E bëri dhe Andele Sport, unë me madhën morë një vendim, tham, do bëjmë një ceremoni tonën dhe mblodhëm 10 kolegë tanë të gazetarë, morën mendimet e tyre për ca pyetje për gjatë një viti kalendarik, pra nga 1 janari deri tani, deri kur mbaroi ky vit. Çfarë mendimesh kemi marrë dhe çfarë gjëra veçanta kemi? Kemi prapë serte dhe do ta fillojmë me pyetjen e parë. Cili ka qenë momenti më i bukur i vitit? Pa edhe mua më mendja. Publiku ta merr mendje thua? Do të ndjekim të komentojmë. Ta ndjekim pak çfarë kanë thënë, momenti më i bukur i këtij viti në futboll për gazetarët, kolegët tanë. Cili ishte momenti më i bukur i këtij viti në futboll? Fitoria në Serbi. Sigurisht që goli i Rejmanet përballë Serbisë. Pa dyshim që fitoria në Serbi ishte i pranishëm, emocione që nuk vinë dyert në jetë. Them që është ndeshja Shqipëri dhe Serbi, duke qenë se ne morëm fitoren dhe ishte një ëndër e gjithë shqiptarëve. Me diferencë ndeshja e fituar në Leskovac përballë Serbisë. Mendoj që është fitoria e kombëtares në Serbi me golin e Rejmanit. Padyshim fitoria e Shqipërisë në Serbi, por ka pasur një specifik pak sa të veçantë për mua. Kam qenë paralelisht në koment në ndeshjen e Italisë dhe më është dashur që të kontrolloj emocionet më të mëdha që mund të dhuroj futbolli dhe kombëtarja shqiptare, por duke ruajtur veten sepse isha në një tjetër ndeshje në transmetim direkt. Unë fakt do zgjidhja kombëtaren shqiptare, ndeshjen Serbi dhe sidomos golin e shënuar nga Rejmana. Realisht do të ta përjetoje nga shkallët e stadiumit, mund të ketë qenë një nga eventet dhe një nga emocionet më të mëdha që kam përjetuar si gazetar. Pikërisht kombëtare, kualifikimi në play-offin e botrorit të pa diskutim finalja e UEFA Champions League-s me skuadrës së Paris Saint-Germainit dhe Interit. E bukur jo për nga rezultati, sepse nuk pati histori se takon rezultatit, por i bukur nga mënyra e performimit të dyja skuadrave. Mendoj që këtu nuk ka dilema fare. Jo, njëri e kishte dilema. Po. Se do ta komentoj. I tha, Paris Inter tha finalja 5-0. Tani, ose i tha i uren Interin me shpirt, ose nuk e di çka ka sjell. Ndoshta është me Parisin, nuk e dim. Por mendoj që ka menduar që ka qenë futbolli klubeve. Pra ka menduar për futbollin e klubeve. Ja, po e justifikoi tani i saj. Pa, ja, patjetër të kombëtare do ta ketë dhënë edhe qefën më të vit. Po normal se kombëtare ishte suksesi në Leskovac që na bëri të këndojmë të gjithë së bashku Serbi! Jemi live. Bëj bip montazh, bëj çat dush. Nuk i bëj fare. Mendoj që jemi gjithë dakord që momenti më i bukur ajo fitoria e Serbi nuk krahasohet jo me këtë vit, por ndoshta edhe me shumë vite të tjerë. El Rejmane, kështu që për të prodhuar pak dilema, lojtare më mirë të kombëtare ka patur te kombëtarja. Te kombëtare shqiptare. Me që kombëtare ishte temë kryesore, te kombëtare shqiptare lojtare më mirë të kombëtarja këtë vit. Hajde një çka kanë thënë kolegët. Çka kanë thënë kolegët pastaj ne. Ti shohim pak. Cili ishte lojtari më i mirë këtij viti në kombëtare shqiptare? Për atë që dha, për emrin që ishte dhe u bë, edhe për atë impakt që pati Julian Sheu. Për mua është Maramitaj. Rejmanet. Pa dyshim, gëllëshnus. Tem Hodrën për gjithë performancën që bën, lojën dhe mënyrën se si futet në fushë. Pak e vështirë se janë disa lojtarë, por për mua do zgjedhja Julian Sheu. Ndoshta mund të them atë që ka pasur impakt pozitiv për mua Julian Sheu në këtë sezon, por nëse do zgjedh lojtarin e vitit për mua është Manaj për rëndësinë që ka pasur për kualifikimin. Besoj se lojtari më i mirë të kombëtarëve shqiptare do të jetë Elzejt Hysaj, sepse pas shumë kritikave që mori në kampionatin evropian arriti që të bëj diferencën në kualifikuesit e Kupës së Botës. Unë nuk do zgjedh më të mirin, por do zgjedh atë që më ka bindur dhe për mua që ka qenë surprizë për gjithë dhe realisht duhet vlerësuar dhe jam për mesfushorin Julian Sheu, i mrekullueshëm si zburimi i 2025-s. Nëse do të veçoja, do të ishte Julian Sheu padyshim për punën që ka bërë dhe për
arritjen e tij, por njëkohësisht dhe Mario Mitaj. Do të vendos Julian Shehun, jo vetëm se nuk luan një kampionat prestigjos, por fakti që ai mahniti gjithë dhe ai është një shembull ideal për të çdo futbollist që luan në abisten superiore, por edhe në kampionate tjera që me punë, vullnet, sakrificë mund të arrish kombëtaren dhe mund të lësh në stolin e rezervave një si Ylber Ramadani që kishte mrekulluar në kualifikuesit evropianë. Mendoj që me dominimin e votave Julian Shehu doli lojtari më mirë i vitit 2025 të kombëtar. Unë nuk jam dakord fare me kolegët e mi. Po si është ta njëri, më fal tani. Ju që na ndiqni nga shtëpia dhe ti që më ndjek nga studio, fort i nderuar babagjysh Flori. Kristian Aslani, titullar në çdo ndeshje. Po? Okej, po. Shënoi penalltin me Letonin që dha fitoren 3 pikë shumë të rëndësishme. Po? Po patjetër më. Shënoi golin ndaj Andorrës që dha kualifikimin. Po? E vërtet. Si se ka thonë asnjë Aslanin, lojtari i vitit. Habitem më tepër me një lojtar i cili edhe vetë nga kombëtari u votua për të qenë lojtari i vitit, shumë afër me Xhimshitin, po ta mbash mend Myrto Uzuni, ka qenë shumë afër. Edhe Myrto ka bërë një vit shumë mirë me kombëtaren. Pra, nuk po them ka fitonte. Por mua është Kristian Aslani. Ama jap të drejtë për një fakt. Argumenti që ndron për kë fakt? Për vitin kalendarik. Pra, Shehu ishte zbulimi i edicioni. Çfarë ka bërë Shehu ndryshe? Julian Shehu është lojtari që vjen nga kampionati shqiptar dhe për vitin që kaloi kalendarik ka qenë ai zbulimi, lojtari i cili erdhi nga hiçi dhe u bë lojtar shumë i rëndësishëm, të lesh Ylber Ramadani stol, shumë i kuotuar te kombëtarja, nuk është aq e lehtë. Po pra, po është surpriza që vjen nga kategoria superiore, ka bërë mirë, mori vend e Ramadanit dhe po, ka bërë shumë mirë, por nuk mund të quhet më i miri i kombëtarës ton këtë vit. Shko, Aslani të bëri gol me Letonin, të bëri golin kualifikues, titullar në çdo fush. Ore, për mua, po ta jepja votën, unë do thoj gjithmonë që kombëtarja ta kam thënë gjithmonë që kombëtarja ka grupin të rëndësishëm. Ti je politikisht korrekt miku im, po lëre tani. Po nuk jam hiç një element të kombëtarëve, do të çalojnë gjithë kombëtarë me një element që heq. E ke provuar në ndeshje. E ke provuar në ndeshje një element mungon të çalojnë gjithë kombëtarë. Të mungoj Mario Mitaj 2 herë me Anglin këtu dhe aty ndryshon shumë mirë. Ka mungu Zuni që qenë keq. Ka mungu Aslani që qenë dobët. Po jo, miku im, jo. Po ka çaluar. Po jo, miku im. Ka atë 11 që në vet, ka lojtarë të rëndësishëm. Ku ke çaluar ti? Me Anglin të mungoj Mario Mitaj, psove 2 gole atje. Sa pësune tu? 2 apo 3? Sa pësune tu? 2 gola këtu. Me Anglin që është normale, apo jo? Nuk është të mungoj tjetër? Nuk është lehtë. Po jo, mor miku im se jeni gabim. Julian Shehu, lojtari më i mirë. Sigurisht ka bërë shumë mirë, por lojtari më i mirë kombëtares është pak surpriza po. Jam dakord, surpriza kombëtares po, nuk u priste. Po lojtari më i mirë tashi, kush ka qenë golesh më i mirë Joni? Reimane me 3 gola. Që është kandidatur për lojtarin më të mirë, se ka bërë 3 gola. Nuk ka diferencë madhe në lojtarët e tjerë, 3 gola, 2 ndoshta e favorizon golin Serbi që ishte i rëndësishëm. Atë, po, pra Reimane 1, Aslani 2 gola shumë të rëndësishëm, 2 gola 6 pikë kualifikimi, jo shok. Gol me Letonin në penallti, golin me Andorrën që kualifikoi. Nuk ta mohoj. Është Aslani ose Manaj. Por edhe vet ata që kanë votuar për Shehun kanë dhënë argumentin që ishte lojtari i cili na mahniti këtë vit për faktin nga erdhi. Po pra, po janë argumente për surpriza, jo për më i miri. Një lojtar i cili futet dhe le një nga titullarët në stol, i bie që ka bërë diçka shumë mirë apo jo. Po është surprizë më, po jo më i miri mor burr. Sepse s'ka shnuar gola, s'ka dhënë asistime që të thushë ky e bëri diferencën. Ka qenë thjesht në fush. Sovrani tha fjalën e vet. Populli votoi, gazetarët votuan. Unë nuk bie dakord me vendimin e kolegëve të mi, me votimet e kolegëve të mi, por. Mirë, çfarë do vendosh ti për lojtarin më të mirë europian për votat që kanë marrë? 2025-s. Hajde njerë, më mahnit. Cili ishte lojtari më i mirë këtij viti në Europë? Për vitin 2025 mendoj që shkoj për Fabian Ruiz. Për mua është Harry Kane. Mund të them Vitinha i Parisit, një katalizator në mesfush. Më tërheq pjesa ime Harry Kane. Lojtari më i mirë mund të them që është Dembele. Ka shumë, Mendoj që lojtari më i mirë është Lamine Yamal, për atë që bën fush është ndoshta nga më të mirë. Kam përshtypjen që Kylian Mbappé ka treguar edhe në këtë gjysmë të parë të sezonit, por dhe në pjesën e parë të edicionit se është një prej futbollistëve që bën diferencën, ndoshta edhe Harry Kane, por do shkoj me Mbappé. Shumë e kritikojnë, shumë ndoshta e gjykojnë për të shkuarën, unë jam i mendimit që për mua Ousmane Dembele ishte lojtari më i mirë i sezonit. Dhe çfarë ka ndodhur mbas topit të ardhur nuk është se më intereson shumë. Për mua është një lojtar i cili ka dhuruar shumë dhe është tek Reali Madridit, lojtar i cili dhe te kombëtarja e Francës Kylian Mbappé. Pa diskutim që do të vendosja Gianluigi Donnarumma, por nga performanca që ka patur si portier, impaktin e tij dhe vlerat e jashtëzakonshme. Si se ka thonë asnjëri për ju, Rafinhën?
për toptart, për më i miri. Unë u habita në moment, si po prisa pak të njëjta thoshte Rafinhën, ta mendonte, por u habita edhe për një emër tjetër. Lojtari me më shumë kontributa, gola, asis për këtë vit. Kush më? I madhi i futbollit Lionel Messi. Ama ik. Po ik se Lenamo. Thiri mendjes. Po këtë herë bëra për të nxehur ty, ama që ka qenë lojtari me më shumë kontributa. Po i ke më na barkun. Ore Rafinha se tha njëri Rafinha lojtari kryesor i Barcelonës. Rafinha ishte kandidat për topin e ardhë dhe mendohej që ishte më mirë nga Jamali. Pra, nëse dikush e tha Jamalin, e tha Genti Jamalin. Alinani, po. Po, e tha Genti Jamalin, atëherë edhe Rafinha do ishte Mos i ke bërë që votimet në presion të këtyre se s'ka mundësi mos ta thënë njëri Rafinha. Ka qenë falet Barcelonën ndërkohë që merja pyetjet. Si se keni thënë Rafinhën, ju qofshi. Ti me mua votojmë për Rafinhën? Unë do votoj Rafinhën. Edhe unë votoj Rafinhën. Ti votoj Rafinha, fitoj Rafinha. Enrico tha Dembele. Zela tha Mbappén. Da jetë që tifozi Realit Zela. Barazë rekord e Ronaldos, po më mirë këtë viti jam. Ja, edhe për mua sa Mbappéja. Ka të mirë vitit kaluar. Aida tha Dembelen. Jo, tha për Dembelen. Isa i tha Donnarumën. Mendoj që në jetën e tij pëlqen portierët ose ka qenë portier vet. Nuk ka shpjegim tjetër. Ndoshta do ta pyesim. Ylliaga tha Harry Kane. Ylliaga të paktën e bëri paraprit që tha preferenca ime është Harry Kane. Subjektiv. U bë pak tifoz. Edhe Niko tha Harry Kane dhe Niko është subjektiv. Me Bayernin normalisht. Alinani tha Jamalin, Gianni tha Faber Ruizin. Faber Ruizin më habiti më shumë nga të gjithë emrat, me thënë drejtë. Edhe mund çudit. Më shumë Donnarumma joje, për mua Donnarumma i pari çudia më e madhe. Nuk do të kisha futur fare në top 5 për këtë. Pastaj Fabian Ruizi për mua, po që varet çfarë ka parë Gianni që nëse kemi vënë re. Trajneri më i mirë i vitit. Nuk besoj se kemi. Nuk ka dilema më ndaja. Kemi alternativa? Ta ndjekim për procedurë, ta ndjekim pak. Si parlament fole këtu miku im. Cili ishte trajneri më i mirë këtij viti në Europë? Kjo është pak e vështirë, po do them Luis Enrique. Luis Enrique le të themi? Normalisht fituesi Luis Enrique, nuk ka shumë dilema. Luis Enrique i Paris Saint-Germainit. Me diferencë Luis Enrique. Luis Enrique, besoj që nuk ka dilema për të. Pak sa e vështirë, por do të shkoj me Luis Enrique, me trajnerin e Paris Saint-Germain, i cili arriti që të bëj magjin me skuadrën parisiene. Do të shkoj me Luis Enrique, ka bërë një rrugtim mbreslenës ato atë jashtëzakonshëm. Luis Enrique, edhe pse nuk e mbështes si trajner, por që mendoj se ka bërë mirë me Paris Saint-Germain dhe pa diskutim Luis Enriquen, atë fitosh me Paris Saint-Germainin nuk është asnjëherë lehtë, aq më tepër kur themi që është hera e parë që e bën këtë lloj gjëje dhe mënyra se si erdhi tek fitoria, një skuadër që dominoi frikshëm çdo kundërshtar me lojë dhe me rezultat dhe kjo nuk ishte një rasti sepse ai kishte bërë me Barcelonën, por kur e bën me një si Paris Saint-Germaini, nëse mund ta themi kështu, Luis Enrique bëri atë që u bënte, që bën e Dirtetova, pra e Dirtetova po fiton me skuadrën e Ignatius futbollit shqiptar. Themi që Laçi si Maradona, themi që ku diun ky si Modric. Ti do Isa i thot Enrique si Tetova. Isa është i madh. Isa është i madh. Më mek fare ti madh. Ka një mënyrë të vetme që e shikon futbollin. Është pasionant i madh. Në të vetën është shumë interesante. Enrique si Tetova. Dhe ti sapo fitove ftesën për të Andale Sport me gjithë mendimet që ka dhënë deri tani. Publike ftesa. Se më pëlqej personazhe që kanë një ide të vetë për futbollin, ndryshe nga të tjerët. Enrique si Tetova. Krahasimi ishte që po bën mirë me një ekip, edhe pse Parisi ka yje, i ka, por Enrique si Tetova, e ke qami kuj, nuk kam çfarë të them fare. Edhe shpjegim. Nuk kam çfarë të them, është i madh. Çfarë kemi tjetër? Luis Enrique një të votë do bëj edhe unë, pra nuk është habita fare për këtë. Kush tjetër? Kush? Se po thoshin, thanë 2-3 që çike vështirë tha. Ku është vështirësia? Për gjithë vitin që ka bërë Enrique për atë historinë e vet që pati. Mori Champions, mori kampionat, mori kup, Superkup Europe, kupën interkontinentale, vetëm kupën e botës së humit dhe atë humin finale. Por për t'i vënë pak në dilemë, cili ishte ekipi që i habiti këtë vit? Surpriza. Cili klub na habiti më shumë në këtë vit? Për rendimentin edhe saktësinë, pavarësisht se nuk fitoi trofe, po them Bayern München. Fiorentina për më ka habitur negativisht. Këtë vit Roma ime, sepse me Gasperinin po tentojmë dhe deri diku Serie A. Unë them që mund të jetë Fiorentina në Itali, duke qenë se pak më tepër jemi dhe ndjekim më shumë Italinë. Për mirë, për keq. Për mirë ose për keq? Më duket se bashkohem bashkë tek Liverpooli. Gjysmën e parë të sezonit ishte super, gjysmën e dytë sikur nuk e njihnin në njëri tjetrin. Duke qenë që shohim më shumë futbollin italian, mendoj që Como. Ekip që më ka habitur, do thëja përsëri Paris Saint-Germain, sepse duke qenë se luan një kampionat aq modest ai i Francës,
të bësh magjin në futbollin evropian, e mbi të gjitha në krahun tjetër, mos të harrojmë që në Champions League arriti që të kualifikohet vetëm në javën e fundit në ndeshjet e janarit, nëse mund ta mbajnë mend tifozët dhe ja doli që të fitojë trofeun. Jam mes Cremonezes dhe Komos. Nuk e di pse të dyja më kanë surprizuar, do të qëndroj me Komon sepse po bën mjaft mirë dhe besoj do të bëj mirë edhe në 2026. Po dyshim Napoli. Në kampionatin italian jam tifoz i Milanit, po Napoli i cili po bën mjaft mirë për ditën Vjetradazi. Kurse për keq nuk po shoh si do thuash atë bukurinë e Barcelonës. Është pa diskutim Milani, askush nuk e priset të ishte, po themi, jo konkurruese për titulli kampion, edhe pse e nisi, duhet kujtojmë për të bërë një retrospektive, e nisi mjaft mirë sepse fitoi Superkupën duke fituar me Interin në Arabia të përmbyse 3-2, por pastaj skuadra si një magji nuk mori dot atë rezultate, edhe pse skuadra ishte po aty dhe tashmë për mirë në këtë sezon po bën po pikërisht Milani. Tani miku im. Këtu kishte dualitet, shumë ekipe përmendën. Për mirë për keq, habite për mirë, habite për keq. Enrique futi Cremonezën aty. Nuk e di. Enrique thash? Enrico. Enrico futi Cremonezën. Mor trajneri vitit intervistë. Deshte Cremoneze, ai tha Komon fund, po. Po, qëndroj me Komon, Cremonezën nuk e di, ndoshta nga që shpëtoi Rënis vitin e kaluar, po prapë nuk më duk ndaj diçka aq. Gianni tha Bayerni. Gianni ndoshta është pak me Bayernin. Nuk ja është. Surprizë është Bayerni, se kuptoj. Bayerni ndoshta atë Torin me fitore radhës, po prapë nuk qëndron për qenë një ekip që pritet nga Bayerni fitoj, pra nuk është diçka e habit që Bayerni fiton. Kristi tha Roma, po Kristi ishte objektiv, se ishte skuadra zemrës. E tregoj, e tha që është. Megjithatë qëndron edhe Kristi. Niko tha Fiorentina për keq. Dhe unë dakord jam. Edhe ai do tha Fiorentina për keq. Okej, Zela tha PSG-n. Mu zë thoja surprizë PSG. Zela bëri shpjegimin që me si kaloi javën e fundit dhe pastaj fitoi Ligën e Kampionëve. Pra nuk u prit. Qëndron. Ky është shpjegimi që habiti, pra. Isai tha Milanin. Isai e thash që do e ftoj këtu për të parë mendimet më zgjeruara. Sa ka për të folur ky djalë? Jo, shpjegimin e tha që gjysmën e vitit kaluar ishte Milani dobët, dhe gjysmën e këtij viti që ka filluar edicionin e ri. Është Milani dobët prapë, sepse jeni grop komplet, gjithë ju tifozë të Milanit dhe Milanit. Por nuk e priti njëri që Milani të ishte vendet e para. Ju mori Milan Sassuolo 2-2 në San Siro. Ata kanë thënë që edhe vetë tifozët e Milanit habite që Milani është në vendet e para. Tifozët e Milanit, tifozët e Milanit dhe kur janë tura thonë jeni për kampion thonë. Fatosi tha që Barcelona nuk është më para, është më dhënë. Kjo është pak e çuditshme. Dhe unë jam shumë kundër këtij mendimi se Barcelona nuk ka qenë fillim sezoni, por tani ka marrë vetë. Jo, Barcelona edhe vitin e kaluar, pra gjysmën e dytë, edhe tani, pra hiq eliminimin e Interit që ishte një dram futbolli, se ndodh futboll, por mendoj që ka qenë ekipi i cili ka gjetur veten pas 3 apo 4 viteve të këqija, ndoshta edhe më tepër. Pra u lidhën lojtarët. Fatosi kanë përsi me algoritm me këtë që vjetë mbyllet super mirë dhe këtë vit e nisë të keq. Po e keni marrë prapë veten ju. Keq, po nuk është kjo periudha për të që jemi keq. Tani që kemi marrë vete prapë. Muy de acuerdo contigo mi hermano. Këtë do jepje ti për habitin e vitit? Ylli Aga. Liverpooli tha. Ylli Aga dha shpjegimi shumë të bukur. Ylli Aga për çfarë rrike Premier League nuk i nda Premier League. Tha që ekipi i bukur dhe ekipi shumtuar bashkohen te një emër te Liverpooli. Tani ne bashkë të komentojmë surprizën e vitit? Tani ne kemi dy emra, se ti e the edhe një emër shumë interesant ditën e dieshme kur bëhet Gironin. Unë mendoj për Aston Villa. Ti mendon për Aston Villa? Ka bërë mirë Premier League vitin e kaluar gjysmën e dytë, edhe këtë vit po ashtu është goxha. Vendi i tretë thjesht 3 pikë larg Arsenalit. Që Aston Villa për mua. Unë bashkoj me mendimin tënd, por po rritem me Komon, pasi është skuadër që po del kockë fort shumë për gjithë italianët. Dhe gazetarët, kolegët tanë thanë që ndjekim më shumë kampionatin italian, por nuk do të thonë që Aston Villa nuk ka bërë po aq mirë në që është më fort. Stop. Surpriza e vitit Shkëndia dhe Drita vlla. Po mirë. Kalua në Conference League, u çua Flori, u nxef, u nervozua Flori. Çfarë ka viku im? Okay. Ashtu po. Surprizat e vitit Shkëndia dhe Drita. Pik muhabeti. Sekond me që më the Shkëndia dhe Drita, unë jam një nga ata që kam shkuar vetëm për ta parë nga afër Prishtinë, Drita Shkëndia, se emocioni që dy ekipet shqiptare luanin bashkë në Europë. Jo më që kalojnë dhe kanë mundësi për shkuar edhe më tej. Surprizat e vitit Shkëndia dhe Drita për mua të paktën. Kaluan play-off të UEFA Conference League. Qëndron? Ta rregulloj pak këtë? Rregulloj si duash më. Kapi pak andaj? Si urdhron miku. Ti mbaj Dritën, unë mbaj Shkëndijën. Sa bukur. Kam marrë dhe ca mendime për të parë karakterin e gazetarëve tanë dhe i kam pyetur për një lojtar që do e donin patjetër te ekipi i tyre po të ishin trajner. Jepi një. Mendime shumë të veçanta. Ti ndjekim pak. Cili është një lojtar që do e doj me patjetër në ekip? Do doja të kisha Lamine Yamal. Harry Kane padyshim. Nga këta që luajnë apo që kanë cili do? Po besoj që Lamine Yamal. Holland, Erling Holland.
Një lojtar që do doja patjetër në ekipin tim dhe që do doja shumë që të ishte në kombëtaren tonë, në Shmuçi, për gjithë performancën që po bën edhe jashtë ku po luan aktualisht, për potencialin dhe inteligjencën që ka në fushë. Lautaro Martinez. Atëherë unë them që do të merrja Robert Lewandowski. Unë jam një fan si madh i Harry Kane dhe patjetër, domethënë e shoh si 900 më të mirë në botë dhe sigurisht nuk do ta lejë as skuadrës time. Padyshim për atë që ka treguar, sepse porta është gjëra kryesore, Manuel Neuer. Do të vendosja Pedrin. Pse Pedri? Pedri sepse Pedri është një gëshëtim i ëmbël i dy magjistarëve të futbollit spanjoll, të kanterës Barcelonës, të Xavi Hernandez dhe të Andresito Iniestës. Fatose tha Neuer. Unë mendoj që porta është e fundit që është problemi i skuadrës gjithmonë. Jo, porta mund të jetë problemi i parë për një. Ja, unë mendoj që çado ku është e papritshme. Si një portier nuk ta lejoj flas keq për portierët, se portieri ka fituar Kupa Bote, Dibu, Casillas ka fituar Kupa Bote me një pritje vendimtare. Unë mendoj që portieri nuk është as vendimtar. Ka portier që ndeshja i del 7-3, ta nxjerr 2-3. Unë mendoj që portieri nuk është as vendimtar. Nuk është vendimtar portieri. Portieri është roli më i rëndësishëm i futbollit dhe kush mendon të kundërtën vjen keq, por nuk merr vesh nga futbolli. Po Aida që tha Muçi. Aida që dori të kombëtarja. E pra. E donte Muçin edhe tek Po ti the që mund të marrë lojtar tuaj? I thash, po. I thash. Do të Muçin prap. Gjithë kam thënë një lojtar që do qoftë shqiptar apo i huaj. Aida? Tifozë e futbollit shqiptar. Në rregull, nuk jam kondra. Po se leqohet Lewandowski pastaj. Ndoshta për para një 3-4 viteve doja pranoja, por tani më duket pak se vonë për ta marrë në ekip. Megjithatë, ka treguar që bomber është. Nuk jam kundër gjithëve, se janë top lojtar. Përfshirë Ernest Muçin, top lojtar janë gjithë. Ideja është që secili ka atë mendimin e vet për ekipin që do të marrë dhe lojtarin që do të marrë. Po ti mjeku im? Këdo merja unë. Këdo në skuadër me se zbën. Me thënë drejtën, merë si dush, po unë do merja Leo Messi vetëm për një fakt. Me këtë situatën aktuale? Vetëm për një fakt, po patjetër më. Situata aktuale që ka dalë lojtari me më shumë gola dhe asë si vitin. Situata aktuale. Tani ja fut e doja vetëm për ta parë nga afër atë njeri, vetëm për kaq të doja. Për asgjë tjetër. Mendimi i fundit, cili lojtar do lije penalltin vendimtare për jetën tënde? Për jetën? Po ta humbje vdes. Jeta vdekje është penalltia. Jam kurioz për përgjigjen. Kjo është më veçantë. Kush do vdesë për mua? Penalltia vendimtare për jetën tënde. Cili e godet? Nuk po zgjedh këta futbollistat që janë aktivitet, po padyshim do ta lija Ledio Pano, sepse ka dhe rekordin që nuk ka humbur asnjë penallti në karrierën e tij. Mund të them Lewandowski. Cristian Aslani. Rej Manaj. Manajt jo. Sa ka kjo? Mund të them që do t'ja leja Muçit, duke qenë se i besova dhe do të kisha shumë dëshirë ta kisha dhënë ekip. Do alia Aslanit edhe pse humbi të fundit. Sigur që jo Rejmanet sepse do mbahet mend gjithmonë për atë golin që ka bërë në Beograd dhe jo për atë që ka humbur në Tiranë. Të njëjtit person, Harry Kane për mua është lojtari më i saktë, që ndoshta lojtari që e njeh më tepër portën e Europës. Roberto Carlosin, klasim ata të brezit të parë. Nëse do të rikthej, do të ishte Roberto Carlos. Por aktualit mendoj që i vetmi i cili mund të bëj diferencën në momente të tilla, padyshim është Cristiano Ronaldo. Pa diskutim një dhe i vetëm Lionel Messi. Ajo është shirma e fundit e futbollit botëror, është lojtari që kam përshtypjen, është i gëshëtim i ëmbël i diçkaje që është mbi njerëzores. Ylli Aga nuk e di. Unë nuk komentoj pak. Se them do çfarë dua të them Ylli Agën. Por me që ja besoj penalltiri i Manajt. Për te shakave, Ylli Aga kur e pyeta mbrapa i thash Manaj, se ma biti se madje ka dhe dy kolegë tjerë që thanë Manaj jo, e përjashton me njëherë. Dhe Ylli tha Manaj, i thash ç'ne Manaj dhe më tha shko të parën e humbet, por të dytën e bën. Kishte një arsyetim logjik për atë i tha. Megjithatë, shpresoj për të mirën e Yllit ta shëndoj të dytën. Kush ka kolegët kush do komentoj Premier League po mirë. Kush ka kolegë? Isai do jetoj 100 vite që la Leo Messi. Isai tha Leo Messin. Edhe këta që lanë Harry Kane do jetojnë gjatë. Edhe Isai rreziko ka pa me të Leo Messi me tonë vërtet. Këta që prit tani. Enrico tha Harry Kane. Do jetoj gjatë, 100 vite do jetoj. Zela tha jo Manaj herë. Edhe me Zela jam, jo Manaj. Po Kristi që tha Aslani pastaj. Edhe Geti.
Edhe Genti që tha Por Genti Aslani. e mori parasysh jetën e vet, e mori jetën e vet se tha të fundit e humbi. Pra Genti është Të dyve po çka rreziku me jetën miqve të mi. Po ti Por zgjedhje interesante. kujt doja besoje penalltin e jetës tënde? Unë do rrezikoj deri në fund. Do them, nëse marr një mundësi dytë Mario Balotelli. Do thuash ishte Mario Balotelli. Ta di që kam jetën e ikur dhe po qëlloj që bën gol të kam jetën e dytë, se nuk ka mundësi tjetër. Unë do e lija Ronaldo vëlla. Ronaldo. Me vdek nga dora atij s'është problem. E ka Allah. Nga këmba, nga dora. Nga këmba, nga doj. Plus ai bi mirë, nuk është se. Shiko, ishte interesante për këtë mbyllje e viti, që bashkonim 10 kolegët tanë, nuk i kishim fizikisht tavolinë, por i bashkuam me mendime dhe ishte episod i këndshëm, më thon drejtën. Jo, kolegët votuan shumë në mënyrë interesante, ke Rafinha jeni pak çuditshëm, miqtë e mi që nuk zot Rafinha asnjëri për ju. Ka mendime ndryshme futbolli, Kjo tregon që po të kishte një top tart për Shqipërinë, që votonin gazetarët shqiptarë, do kishim këto votime. Siç e ka një top tart Shqipëria dhe aty nuk merret vesh apo. Ceremonia jon ishte më transparente nga FIFA dhe nga UEFA dhe pat me votat me figurë dhe më thoj pat votat. Çfarë mbetet për këtë episod fundit? Falenderojmë gjithë ata që na ndoqën këtë vit. Urojmë që të kaloni festat të gëzuara, të jeni pranë të afërmëve tuaj, familjarëve tuaj. Shikoni Andele Sportin sa më shumë dhe viti tjetër gjëra më të bukura do të vinë. Mantho? Nuk e mbyll fiks lloku me arra, çfarë të them më shumë. Lloku me arra. Kaloni bukur, takoni viti tjetër. Shihemi në 2026-ën. Kemi botrorin viti tjetër, prandaj përgatituni fort këtë fundvit. Hanja të gjeli për sheshën dhe vitin tjetër për Amerikë. Ciao gëzuar. Andale!